Nalu, mëse e kamerën. Si ta besojsh Allahin edhe ditën e kiametit, bane like këtë video dhe mëse hek qoj dhe në fund. Kjo formë të dashur vëllezër është e gabume. Nuk ki drejt të me lidh besimin në Allah, dashnin ndaj Allahut, dashnin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me videot e tua, që unë s'po du më ta bo like, që mu s'po m'pëlqen forma jote që po ligjeron ti. A do më dhanë tash, unë paqarës, unë besoj Allahun dhe ditën e kiametit, po lidhet imani jam me videot e tua, çka është kjo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e shënuar të Imam Buhariu nga Aisha radiallahu anha ka thonë çdo kusht që vendosin njerëzit kusht që Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bua apo që s'është librin e Zotit më saktësisht, çdo kusht që nuk është librin e Allahut, ajo është kusht i gabum, kusht i refuzum. Su në lidhish ti besimin tem as njerëzve me videot e tua. Su në thu njerëzve mos del për izat Zotit, mos del pi videos teme. Su në thu bën ma like, nëse don Allahun dhe pejgamberin bën ma like. Kush e do xhenetin, kush do me shku në xhenet, let ma bën share videon teme. Kjo s'është në rregull. Mos e kush zani shikuesve apo atyre që ju përcjellin me këto forma. Këto janë stile që këshyrin njerëzit me i tërhek followersat, like-at, share-at, ku e diqka. Na nuk e kemi të lejuar. Ti e ofron materialin të cilin ti e shes është i dobishëm, është i mira i material për të tjerët, për ata që të përcjellin, edhe pastaj çka? Pastaj në rregull je. Ti e kryte obligimin tënë, nëse do e me shikua, shikon, nëse do me përcjell, nëse do, e ka drejtimin e vetë, s'unë e obligan kërkan. Njëjtë sikur se me dalë, unë me qelë një lokal, një qebaptore, ose një gjeltore, dhe me dalët në rrugë. O njerëz, kush e beson Allahin dhe ditën e kiametit, apo kush e do Allahin dhe pejgamberin, sa Allah zem, hajdeni me hungër në gjeltorën teme. S'doj njerëzit më marrë, s'unë e lidhti, me besim këto sane, nuk bën me lidh. Keni kujdes, ndash bën e like, ndash mos e bën like, ndash përcjellë, ndash bën e share, çka dush bën. Kjo është e vërteta. Selam aleikum.